Lista Epstein e zbuluar. Çdo emër që duhet të dini. Këta emra nuk duhet të ishin kur publik, por dosjet janë publikuar tani. Dhe sa po të shihni se kush është në këtë listë, do ta kuptoni pse askush nuk donte që kjo të flitej. Dosjet përfshinin 3 milion faqe, 180.000 imazhe dhe 2.000 video. Sipas mendimit tim, kjo ndryshon gjithçka që mendojmë se dinim për ata që janë në pushtet. Ajo që do të shihni është ndarja me e fundit dhe e plotë e çdo personi të përmendur në dosjet Epstein. Kush janë ata, me çfarë ishin të lidhur, dhe pse të njëjtat qarqe të fuqishme vazhdojnë të shfaqen përsëri e përsëri. Ne kemi shmangur të flasim për Epstein për një kohë tani, nga frika se ky kanal do të mbyllet ose YouTube do të na ndalojë në ije. Por jo më. Para se të kalojmë tek lista, dua të them se asnjë nga dokumentet nuk përbën provë formale të sjelljes kriminale dhe nuk është provë konkrete se personat e përmendur kanë bërë diçka të paligjshme. Le të fillojmë. Bill Gates. Ky është një email i madh. Dosjet përfshin 2 emaile të vitit 2013, të shkruara sikur nga Epstein dhe të adresuara për Bill Gates. Njëri është një draft email i shkruar nga Epstein, në të cilin ai bëri pretendimet pa verifikuara për lehtësimin e një takimi jashtëmartesor që përfshinte Gates gjatë një periudhe konflikti martesor. Në një email shpërthyes nga viti 2013, pretendohet se Gates kapi një sëmundje seksualisht transmetueshme nga vajzat ruse dhe ja kaloi atë ish gruas së tij. Emaili i Epsteinit shkruante: "Për të shtuar fyerje lëndimit, ju më pas, me lot në sy, më luteni të fshihni emailet në lidhje me sëmundjen tuaj seksualisht të transmetueshme. Kërkesën tuaj që unë do t'ju ofroj antibiotik, që mund t'ja jepni fshehurazi me lindës dhe përshkrimin e penisit tuaj." Shumë thonë se përfshirja e këtyre drafteve në dosje nxjerrën në pas zakonin e Epsteinit për të krijuar dokumente dhe akuza egoiste në lidhje me bashkëpunëtorët e tij. Megjithatë, materiali publikuar nuk ofron mbështetje faktike të pretendimeve. Nuk ka prova të besueshme nga dosjet që Gates mori pjesë në rrjetin e abuzimit të Epstein ose ishte i lidhur me të, përtej korrespondencës së rastësishme. Megjithse provat fotografike tregojnë se ai kaloi kohë me abuzuesin seksual edhe pasi ishte dënuar. Një nga arsyet pse Melinda kërkoi divorc thuhet se ishte sepse Bill po kalonte kohë me Epstein. Një zënës i Gates i quajti akuzat plotësisht të reme dhe i atribuoi ato një burimi të diskredituar. Donald Trump. Emri Donald Trump shfaqet shumë herë në dosjet e publikuara rishtazi, me disa referenca të bazuara në prerje lajmesh, përmbledhje hetimore dhe shënime të brendshme të zbatimit të ligjit, në vend të komunikimit të drejt për drejt personal me Epstein. Një dokument i cituar në mbulimin e shtypit përfshin një referencë për një vizitë hipotetike në klubin e Trump në Florida në vitin 2012. Por, ashtu si përmendjet e tjera, ai nuk vërteton ndonjë shkelje. Departamenti i Drejtësisë ka theksuar se përfshirja e emrit të dikujt në dosje nuk nënkupton sjellje kriminale. Trump vazhdon të mojë çdo sjellje të papërshtatshme që lidhet me Epstein. Ai thotë se i ka prerë lidhjen me Epstein vite më parë dhe nuk është akuzuar nga viktimat e Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor. Publikimi përfshin foto që dyshohet se tregojnë ish princin në afërsi fizike me një grua të veshur aktualisht të pa identifikuar. Nuk jepen detaje se kur ose ku janë bërë imazhet ose çfarë po ndodhte. Kishte gjithashtu korrespondencë me Epsteinin në lidhje me takimet dhe prezantimet me gra të reja, si dhe referenca për darka të mundshme në pallatin Buckingham me shumë privatësi. Në një korrespondencë tjetër, Andrew thuhet se i tha pedofilit turpëruar se donte të ishte kafsha e tij shtëpiake. Ai ka mohuar vazhdimisht të çdo keqbërje dhe shumë media po presin komentet e tij mbi dosjet më të fundit. Elon Musk. Elon Musk përmendet në shkëmbimet e emaileve me Epstein, duke përfshirë disa nga viti 2012 deri në vitin 2013, në të cilat Musk duket se pyet për ngjarje shoqërore ose festa në ishullin privat të Epstein. Konteksti sugjeron planifikimin e datave të mundshme të udhëtimit në vend të pjesëmarrjes në ndonjë aktivitet abuziv. Musk ka deklaruar publikisht se ka pasur korrespondencë të kufizuar dhe ka refuzuar ftesat për në ishullin e Epstein. Ai ka riafirmuar se nuk ka ndodhur asnjë sjellje e papërshtatshme. Prania e emrit të tij në dosje pasqyron kontakt shoqëror
dhe jo ndonjë përfshirje të verifikuar në krime që lidhen me operacionet e trafikimit të Epstein. Sarah Ferguson. Ish gruaja e Andrewt, Sarah Ferguson, ish dukesha e Yorkut, ishte shumë e përfshirë me Epsteinin, madje duke marrë 2 vajzat e saj, princeshat Beatrice dhe Eugene, në vizita për ta parë atë. Materiali sapo publikuar tregon emailët midis çiftit pas dënimit të tij, në të cilat ajo flet me entuziazëm për të si një mik i shkëlqyer dhe mbyllet me "të dua". Në një email ajo shkruan: "Je legjend, vërtet nuk kam fjalë për të përshkruar dashurinë time. Mirënjohje për bujarinë dhe mirësinë tënde. Jam në shërbimin tënd. Thjesht martohu me mua." Në një siklet të madh për vajzat e saj, në një korrespondencë tjetër, ajo thotë se Eugene po kthehej nga një udhëtim seksi. Megjithatë, ndoshta një nga korrespondencat më të çuditshme ishte kur Sara e uroi Epsteinin për ardhje në jetë të një djali dhe përmendi se mësoi për këtë nga Duka, që besohet gjërësisht jetë ish burri i saj, princi Andrew. Nëse ky pretendim është i saktë, fëmia do të ishte rreth 14 ose 15 vjeç sot. Akuza mbetet e pa verifikuar, por zbulimi i shton një shtresë tjetër diskutueshme e hetimit të vazhdueshëm të jetës private dhe rrethit të Epstein. Deri në këtë pikë, nuk besohej se Epstein kishte fëmijë. Përveç lajmit të foshnjës, sipas pjesës së fundit, një viktime Jeffrey Epstein pretendoi se kishte një foshnjë të lindur prej tij, e cila i rrëmbye 10 minuta pas lindjes. Viktima gjithashtu shpreu shqetësim për atë që ajo thotë se ishte qëllimi i Epstein për të krijuar një pishinë gjenetike superiore, duke pasur një fëmijë me të, një koncept që ajo e krahasoi me ideologjinë naziste. Në një skenar të ngjashëm, The New York Times raportoi më parë në vitin 2019 se Epstein u kishte besuar shkencëtarëve për një skemë për të mbjellë racën njerëzore me ADN-n e tij, duke lënë shtatzën gratë në fermën e tij në New Mexico. Emailët që i referohen Fergusonit shfaqen në dosje, duke përfshirë mesazhe lajkatuese të dërguara, ndërsa Epstein ishte në arrest shtëpiak. Ajo nuk ka bërë ende një koment. Miroslav Lajçak. Mesazhet me tekst të Miroslav Lajçak nga viti 2018 midis Epsteinit dhe ministrit të atëhershëm të jashtëm slovak përmbanin shkëmbime të ashpra. Në njërin nga bisedat, Epsteini ofroi gra, duke shtuar se mund të merrte edhe motrat e tyre. Ai më pas tha se ato ishin ndoshta shumë të reja për të, pasi ishin nën 30 vjeç, ose duhet të thoshte nën 50 vjeç. Lajçak da dorëheqje nga detyra e tij aktuale pas lirimit, por nuk është akuzuar për krime. Bill Clinton. Çuditërisht, nuk kishte asnjë informacion të ri rreth Bill në dosjet e fundit, gjë që ia vlen të përmendet pasi e di që shumë njerëz do të jenë kurioz. Howard Lutnick. Emailët tregojnë se Lutnick planifikoi vizita shoqërore me Epsteinin, që përfshinin gruan dhe familjen e tij. Departamenti i Tregtisë tha se ndërveprimet e Lutnick ishin të kufizuara, përfshinin gruan e tij dhe nuk përfshinin asnjë shkelje. Larry Summers. Summers shfaqet një emailë që organizojnë takime dhe më vonë shkëmbejnë komente politike me Epstein. Emailët e Summers drejtuar Epstein në vitin 2019 ishin gjithashtu pasi financuesi ishte akuzuar për abuzim seksual me të mitur për të diskutuar ndërveprimet e tij me një grua. Nuk dihet saktësisht për çfarë bëhet fjalë, por emaili përmbante një mesazh nga Larry që thoshte: "Jetë merrësisht i keq." Epstein u përgjigj: "Reagove mirë." Summers tha se vazhdimi i kontaktit me Epsteinin ishte një gabim dhe dha dorëheqje nga disa role këshillimore. Steve Tish. Emailët e vitit 2013 tregojnë se Tish e pyeti Epsteinin për një grua që takoi në shtëpinë e Epsteinit dhe mori mesazhe sugjestive në përgjigje. Në një shkëmbim emailësh të vitit 2013 me temën e tij, vajzë ukrainase, Epstein e inkurajon Tish të kontaktonte një grua të saktuar, bukurinë fizike të së cilës e lavdëronte me terma të papërshtatshëm. Pro apo civile, pyeti Tish në përgjigje. Tish tha se pati kontakt të shkurtër me Epstein, refuzoi ftesa dhe nuk e vizitoi kur ishullin. Brett Ratner. Ratner shfaqet në foto i ulur me Epstein dhe 2 gra të pa identifikuara, pavarësisht se thotë se nuk e ka takuar kur Epsteinin më parë. Sergey Brin. Dokumentet tregojnë se Brin vizitoi ishullin e Epstein dhe korrespondoi me Maxwellin në lidhje me darkat dhe ngjarjet. Google është kontaktuar, emailët nuk pretendojnë për shkelje. Princesha e Kurorës Mette-Marit e Norvegjisë. Emailët që përfshin princeshën e Kurorës
tregoni korrespondencë të rëndësishme me Epsteinin midis viteve 2011 dhe 2014, duke përfshirë shkëmbime personale dhe madje edhe flirtuese. Në një email, ajo i pyeti Epsteinin nëse ishte e përshtatshme që një nën të sugjeronte 2 gra të zhveshura që mbanin një drast surfi për letërmurit të djalit të 15 vjeçar, të cilës ai u përgjigj. Le të vendosin ato, nëna duhet të qëndrojë larg. Në një tjetër, ajo i tha atij se ishte shumë simpatik. Kur ai tha se ishte në Paris në kërkim për grua në vitin 2012, ajo u përgjigj duke thënë: "Kryeqyteti francez është i mirë për kuror shkelje dhe Sandis është një material më i mirë për grua." Ajo ndërpreu komunikimin me të në vitin 2014, sepse i kuptonte plotësisht të krimet e tij dhe mendonte se ai po përpiqet të përdorte marrëdhënien e tij me princeshën e kurorës si mjet për ndikuar te njerëzit e tjerë. Dhe ky është një vend i mirë për ta mbyllur këtë. Disa thonë se Epstein ishte një manipulues mjeshtër që ngjitej në rrjetet shoqërore, duke përdorur një personazh të famshëm për të miqësuar me tjetrin. Pastaj fabrikoi emaile, shkëmbime dhe histori për të përdorur më pas si shantazh kundër elitave. Shtëpia e tij në New York ishte plot me kamera në pothuajse çdo dhomë. Pra, është e mundur që ai po mblidhte pamje të gjithë këtyre njerëzve të famshëm me shpresën se një ditë do t'i përdorte ato kundër tyre. Nëse po, pyetja është pse? Një gjë është e sigurt, nuk besoj se e dim historinë e plot për Epstein. Ngritja e tij drejt famës dhe pasurisë është një mister. Fakti që ai njihte kaq shumë njerëz është një mister. Vdekja e tij është një mister. Ai ishte ai ndonjë lloj spiuni? Gjërat thjesht nuk shkojnë mirë. Qëndroni të sigurt, të gjithë. Faleminderit që shikuat. Mos harroni të jepni kësaj video një pëlqim dhe të abonoheni në kanal, pasi ka shumë rëndësi. Faleminderit përsëri dhe do të shihemi herën tjetër.